Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me fundjavën, si do jetë fundjava për të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme të gjithëve. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por videot e javës që u postuan dje, por dhe video me tema të ndryshme që postojmë në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që nuk kanë bërë ende abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe shohim energjinë që do na vi. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës, të ajrit. Gjithsesi energjitë nuk kanë shumë rëndësi, dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Gjatë kësaj fundjave ju shoh që ndoshta do ndjeni të pakënaqur, do ndjeni të pavlerësuar në një dashuri, në një njohje, në një lidhje, ose ju mund të keni qenë gjatë javës të pakënaqur dhe do keni ide ndoshta për të bërë një fundjavë ndryshe. Kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, për pjesën tjetër me punën tuaj, ose ju mund të jetë edhe një fundjavë që do merreni me punët tuaja dhe aty sikur nuk e di, por sikur do ndiheni pak të pakënaqur në lidhje me diçka. Mund të jeni të pakënaqur në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, me punën tuaj. Dhe ju shoh që nuk e di, një padrejtësi ju është bërë, ose ju do keni kundërshtim mendimesh dhe do jeni në dilema në lidhje me diçka. Mund të jeni në dilema dhe keni kundërshtim mendimesh në dashuri me një person. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju mund të keni kundërshtim mendimesh në familje, me fëmijët tuaj, ose në marrëdhëniet tuaja, dhe ju duket sikur po bëhet një padrejtësi këtu. Nuk e di, ju largoheni nga një situatë tensioni që mund të ndodhi gjatë kësaj jave, dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema. Ju do jeni duke menduar se çfarë të bëni. Një pjesë prej jush mund të keni dhe ide gjatë kësaj periudhe, por do keni kundërshtime mendimesh në partneritete, në bashkëpunime, te puna juaj. Për të gjithë ata që mund të jenë në punë gjatë kësaj fundjave, mund të dalit dhe një punë tjetër dhe ju do t'ju fusi pak në dilema kjo situatë. Dhe shohim çfarë na sjell energjia, dhe përsëri jemi te asi i monedhave. Dhe pesa e monedhave. Është një energji pak e vështirë, në fakt data 25 është pak e vështirë, ka sfida, dhe shoh fillime të reja. Do keni shumë diskutime në lidhje me gjëra që do ndjeni të pakënaqur. Ju mund të jeni të pakënaqur në lidhje me një dashuri, me njohje që keni, ose ju jeni të pakënaqur, jeni single dhe akoma nuk keni krijuar një njohje, dhe kjo ka krijuar një gjendje pakënaqësie tek ju. Dhe ju shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri, sepse një pjesë prej jush ju mungon një dashuri, ju mungon një person, ju dëshironi të futeni në një njohje, ndoshta për të ndryshuar statusin tuaj, sepse ju shoh të pakënaqur gjatë kësaj fundjave, ndërsa për pjesën tjetër do keni shumë diskutime në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ndoshta ju keni punuar shumë, por keni këtë fundjavë do merrni pak para, nuk do vlerësoheni për punën që keni bërë, dhe kjo do t'ju lejë të pakënaqur dhe do futeni në diskutime në lidhje me këtë situatë. Për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, sepse ju shoh shumë të lodhur fizikisht. Dhe aty ndoshta do ndiheni të lodhur, këtë pakënaqësi që keni brenda vetes do jeni duke e shprehur gjatë kësaj fundjave. Është një energji pak e vështirë dhe më vjen keq për këtë, por dhe shohim kemi pesën e shpatave këtu dhe kemi kullën.
Ju shoh që ju, sigur ju është bërë një padrejtësi, kemi 3 pesa. Kemi 3 pesa shumë e çuditshme, edhe këtu kemi një pesë, kemi gati 4 pesa. Dhe ju shoh që ju do jeni, nuk e di, por do ketë disa konflikte aty, dëshironi të ndryshoni diçka në marrëdhëniet tuaja, sepse ju shoh që përsëri bini të trishtuar me pesën e kupave. Ju përqendroheni gjatë kësaj fundjave në humbjet që keni pasur, në mungesat që keni pasur, mungesën e një dashurie, humbjen e një dashurie të një personi, ose ju përqendroheni në humbje ekonomike, humbje në një pune që keni pasur, dhe ju dëshironi të bëni ndryshime të mëdha gjatë kësaj periudhe. Shoh që dëshironi të ndërtoni gjëra më të sigurta. Por është një javë pak e vështirë me sa shoh, sepse do keni disa tensione, disa situata konflikti mund të ndodhin. Ju do dëshironi të largoheni nga këta persona, dhe këta mund të jenë persona në familjen tuaj, mund të jenë persona në shtëpinë tuaj, në familjen e madhe, në marrëdhëniet tuaja, por mund të jenë dhe te vendi punës, ose disa konflikte do lindin edhe nga ana ekonomike, nga mungesa e parave. Dhe ju shoh që keni mundësi dhe oferta, por ju jeni përqendruar kaq shumë te këto humbje ose te disfata, te dështime që mund të keni pasur në lidhje me çfarë do lloj situate. Kjo mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, me punën tuaj ekonomike, humbje ekonomike, por mund të jetë edhe humbje të ndryshme. Humbje kohe, duke u marrë me gjëra që ndoshta nuk do doni t'i bënit. Gjithsesi, shoh që do vi një ndryshim i madh këtu. Dhe shohim se çfarë na sjell energjia e monedhave. Gjithsesi, keni mundësi dhe oferta gjatë kësaj fundjave, se nuk thash në lidhje me dashurinë, me njofjet, do keni 2 oferta për të futur në njofje. Në rastin tjetër do keni 2 oferta pune, për gjithë ata që mund të ndjejnë edhe mungesën e parave, mund të kërkoni dhe një punë tjetër, sepse ju shoh që jeni duke e menduar këtë gjë. Ose ju do kërkoni që t'ju shtohet rroga juaj, ose të rrisni të ardhurat tuaja. Ndoshta duke përdorur edhe forma të tjera. Dhe ju shoh në dilema, dhe dolën 2 letra. Në dilema, e shumë konfuz, ju shoh një energji pak e çuditshme. Gjithsesi, kemi kartën e diellit. Ju do ndjeni në dilema, mund të jeni midis 2 personave, mund të jeni midis 2 situatave, sepse shoh që do jeni të pakënaqur, do keni disa konflikte, situata jo të mira, dhe kjo gjë do t'ju fusi në dilema, por do jeni dhe konfuz, sigur nuk do të jepni dot zgjidhje gjatë kësaj fundjave. Është një fundjavë pak e vështirë, thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm në lidhje me gjithçka, por në fund të ndoshta të ditës së diel, ju shoh që aty dielli do shkëlqej. Ndoshta do dali në dritë gjëra dhe situata që ju mund të keni kaluar, padrejtësi që mund t'ju jenë bërë. Në një rast, në rastin tjetër humbje që mund të keni pasur nga e kaluara, pakënaqësi që ju mund të keni pasur në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Thash është një fundjavë pak e vështirë, gjithsesi tregoni të kujdesshëm. Do dalin shumë gjëra në dritë deri në fund të ditës së diel. Por ndërkohë, për një pjesë tjetër, ju shoh që do dilni nga këto situata konfuze, ndoshta deri në mbrëmjen e ditës së diel, ju do arrini që të ndriçoni zemrën tuaj, por edhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, shoh që do dalin të vërteta në dritë. Ose ju do filloni të shikoni situatat që keni kaluar, do filloni të shikoni më qartë. Dhe përfundimi në lidhje me këtë fundjavë, dhe ju shoh që keni disa situata tensioni, situata konflikti, ju nuk i shikoni gjërat qartë, por po të vëmre këtu një dritë
në fund të tunelit, sigur do shikoni dritë në fund të tunelit në lidhje me situatat që po kaloni ose që do kaloni gjatë kësaj fundjave. Aty ndoshta do merrni një sinjal për të ndryshuar gjërat ose për të bërë diçka. Ju kjo dritë sikur sepse shohim që ka disa tensione, por gjithsesi kjo dritë tregon që ju do arrini që t'ja dilni në situata të ndryshme. Dhe shoh fillime të reja, mund të jetë fillimi një njohje të re, një lidhje e re, një shtatzani për një pjesë tjetër, për një pjesë tjetër mund të jetë fillimi një pune të re, ndoshta kjo drita që do vi që ju do ta shihni në fund të tunelit, do jenë këto fillime të reja që ju do bëni. Mund të jetë fillimi një projekti, një bashkëpunimi, dhe kemi përsëri asin këtu, asin e shkopinjve. Është një fundjavë që do keni pasion në njohjet që do futeni, për gjithë ata që do kenë njohje. Por ndërkohë do ketë dhe fillime të reja në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi deri në fund të ditës të fundjavës ju shoh që aty do keni fillime të reja, por do shikoni dhe situata të vështira që do kaloni, do filloni të shikoni shumë qartë. Dhe këtu kemi të bëjmë me të gjitha energjitë në fakt, energjitë shenjave të ajrit, të tokës, të ujit, të zjarit, të gjitha llojet e energjive. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhe ju japin angjit për këtë fundjavë. Dhe kemi nëndën e kupave, që është një mesazh shumë i bukur. Tregon gëzim, tregon lumturi, ju do të çliroheni nga këto situata, por shqetësimet tot do largohen nga ju. Dhe dashuria do hynë në jetën tuaj. Mërzitjet dhe gjithçka që mund të ketë ndodhur do paguhet. Kështu përkthehet kjo këtu, por në një farë mënyre, domethënë do shpërblen në një formë më të mirë. Në kuptimin që gjitha këto situata ndodhin për një arsye për të përmirësuar gjërat që ju dëshironi, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme. Por ju deri në mbrëmje të ditës së diel ju shoh që do jeni në një lloj çlirimi. Dhe thotë jeta është dashuri. Ose e kundërta, dashuria për ju është jeta. Është një mesazh fantastik dhe ju duhet të stimuloheni nga ky mesazh, duke lënë mbrapa gjitha këto vështirësi që do kaloni gjatë kësaj fundjave. Por gjithsesi do dalin shumë të vërteta në dritë e shoh këtu, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Por do ketë dhe fillime të reja në dashuri, në lidhje me kontratat, me punën nga ana ekonomike, por dhe gjithçka tjetër. E rëndësishme është që mërzitjet dhe tensionet dhe stresi që keni kaluar po largohen. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj vërtet një fundjavë sa më të qetë, mund të them, sepse do jetë pak e vështirë. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një fundjavë sa më të këndshme. Dëgjojmë në video të radhës.